Live from Tirana në Top Albania Radio. Ju përshëndes nga pjesa e dytë të Live from Tirana. Do vazhdojmë të jemi sërish drejt për së drejti deri në orën 12:00, diçka pa pak, diçka e tillë. Dhe do të flasim tashmë për një gjë shumë të bukur. Më ka bërë shumë përshtypje në fakt një herë, po ndiqja një podcast Greta Domos dhe thoshte pse themi rash në dashuri, pse nuk themi u ngritëm në dashuri. Duket ndonjëherë sikur dashurinë e lidhim patjetër me dhimbjen e kam përshtypjen që disa njerëz njohin vetëm këtë formë dashurie. Gjithsesi, do të flasim për disa gjëra që lidhen me dashurinë, sidomos me dashurinë e kohërave moderne, dhe për këtë Uizi na fut direkt në një gjë tjetër me këtë bazën, ndryshe nga herët e tjera, dhe në studio me mua është psikologja Bona Michael. Mirë se vjen në program e dashur. Ke veshur një rozë shumë të bukur sot, për ato që vetëm po na dëgjojnë, do na shohin më vonë. Kam veshur një rozë sot sepse e di që koha ishte pak me pak gri, edhe thash pse jo. Do shta dhe pak për temën? Edhe për temën gjithashtu, edhe unë mendoj që është një ndër ato temat shumë të rëndësishme, që meqense edhe audienca sot, jam shumë e sigurt që kushdo që do na dëgjojë, do e kuptoj që është është diçka shumë e rëndësishme për të kuptuar disa. Bona, nëse ti nuk do ishe në rolin e psikologës, por do ishe ti në rolin e klientes tek një psikologe tjetër, dhe ajo do të pyeste çfarë është dashuria për ty, Bona? Si do e perifrazoje ti? Shikoj, unë gjithmonë kam menduar që dashuria është e durueshme, dashuria nuk kërkon të sajat. Dashuria e vërtetë dhe dashuria e shëndetshme për mua është ajo që bazën e ka te siguria, e ka tek besimi. Pra, një dashuri e shëndetshme për mua ekziston kur krijohet një siguri emocionale, një hapësirë emocionale, nuk ka kontroll brenda në një dashuri të shëndetshme, që nëse do të më bëje tani dhe pyetjen tjetër se ku do të qëndronte ndryshimi tek varësia emocionale, ka një ndryshim total, sepse tek varësia emocionale nuk bazohet tek siguria, por bazohet te frika. E ngatrojmë ne shpeshherë dashurinë e vërtetë nga varësia emocionale? E ngatrojmë. Po. Dhe si ta bëjmë të dallim? Si të kuptojmë ndonjëherë, Bona, që nuk jemi të dashuruar me personin, po jemi të dashuruar me plagët tona. Thjesht kemi varësi emocionale. Është shumë e vërtetë. Edhe siç e thash Ronaldo, që në fakt varësia emocionale bazën e ka tek frika. Pra, frika nga braktisja. Në momentin që ti kupton që ke një lloj frike që personi tjetër do largohet, ti fillon dhe të kesh frikë, sepse ti e di që personi tjetër nuk po të jep empatin, nuk po të jep atë sigurinë, nuk në momentet e konfliktit shmanget, pra pra ti ke frikë të flasësh rreth një emocioni tënd, rreth një ndjesie, të jesh i vërtetë, dhe ti nga frika që të mos braktisesh nga një person, ti vendos një identitet tjetër në mënyrë që të shmangësh atë braktisjen dhe të pranosh nga personi tjetër. Nga braktisja? Ka disa arsye. Në radhë të parë, janë disa pika shumë të forta që lidhen me fëmijërinë tonë. Janë disa histori të fëmijërisë dhe të adoleshencës që lidhen me njerëzit tonë më të dashur, që mund të jetë nga prindrit tanë, mund të jetë nga babai, mund të jetë nga nëna. Mund të jetë edhe njerëzit kanë personalitete të ndryshme dhe unike. Ka nga ata që janë people pleaser, që janë ata njerëz që duan të pëlqejnë të tjerëve, sepse duke u pëlqyer të tjerëve ndjen të pranuar. Pra nuk e gjejnë vetbesimin se kush janë në të vërtetë, sepse ndoshta nuk e kanë krijuar akoma figurën e vërtetë se kush janë, sepse një njeri që ka një vetbesim tek vetja, tek cilësitë e veta, tek uniciteti vet, çfarëdo lloj gjëje të tjerët mund të reagojnë, qoftë ky bashorti, qoftë një dashur, qoftë shoqja, amikesha, do qëndrojnë të fortë në cilësinë e tyre. Kur ju, psikologë, sociologët, përmendi traumat e fëmijërisë, një pjesë e madhe e publikut mendon që traumë mund të jetë vetëm një gjë shumë e rëndë, pra dhunë ose një akt përdhunimi ose
një masakër, a mund të konsiderohet traumë edhe nëse prindët e kalojnë për disa orë vetëm në shtëpi? Neglizhimi, po, është një ndër traumat që shikoj, ne kur mendojmë për fjalën traumë, siç e thatë edhe ju që është diçka e madhe, një ekstremitet, por në fakt një ndër gjërat më të dhimbshme në jetën e një fëmijë, një adoleshenti është kur ndihet i neglizhuar, kur ëndrat e veta, kur ai nuk mund të shpreh ëndrat e veta, nuk mund të shpreh shqetësimin që ka, qoftë në përditshmërinë e vet, sepse apo ndjes shumë, apo kur mund t'i ke thënë fëmijës, ha mo ti se e fut kot. Ose mos qaj se je pikërisht, ose mos qaj se ti je burr i fortë. Absolutisht, nëse vjen një djalë i vogël edhe ka një problem, ndoshta ka qenë i bullizuar në klasë, në shkollë, edhe ja tregon babait vet, nënës vet, dhe ka këtë lloj pra që prindrit nuk e kanë kuptuar ose e anashkalojnë ndjesinë, emocionin që ky fëmijë po përjeton, atëherë çfarë ndodh? Ky fëmijë mëson të mbijetoj, që do të thot fillon dhe vendos disa mekanizma në mendjen e vet, që të thot më mirë të mos flas, më mirë të shmangen konfliktit dhe krijon këtë lloj pra largohet nga emocioni vet, nga ndjesia e vet. Për të mbijetuar. E ke parë shpeshherë në Big Brother, se po marrim atë si referencë për të futur lojës, po në bazën e eksperimentit social kur meshkujt kanë shpeshherë surpriza, e ngurtësojnë veten për të qarë dhe lidhet me atë që the, pra, që prindërit shpeshherë na kanë thënë në fëmijëri që mos qaje, se burrat nuk qajnë, është turp të qash. Është shumë e vërtetë dhe ka normalisht unë mendoj që bota mashkullore dhe ajo femërore normalisht që kanë shumë ndryshime. E megjithatë, secili për nesh është shumë e rëndësishme që ne të shprehim ndjesitë tona. Dhe mund të them edhe këtë gjë tjetër që edhe për prindërit që na dëgjojnë sot, le të bëjnë një eksperiment, po le të fillojnë të pyesin fëmijët e tyre se çfarë, se si ka qenë dita e tyre, por edhe nëse për shembull një vajzë ose një djalë vjen dhe thotë që un kam qenë i mërzitur sepse shoku ose ai djali që un kam qef nuk më kushton vëmendje. Po, pikërisht, pra biseda të tilla sepse çfarë ndodh? Thyen disa mure, pra në vend që prindrit të ngrenë mure emocional me fëmijët e tyre, nuk dua të fajsoj prindrit, por unë dua më tepër që që ne të mendojmë, që të fillojmë që se duhen edukuar prindërit një herë që të prodhojnë fëmijë të mirë. Pikërisht, por në vend të mureve të vendosin ura lidhse me fëmijët. Do më lejosh vetëm 60 sekonda marketing dhe rikthehemi shumë shpejt në program. Atmosferike për të dëgjuar këtë bisedë në lidhje me dashurinë, me të gjitha ngjyrat që ajo ka dhe përfaqëson. Bona Michael vazhdon të jetë me mua në studio. Bona, jam shumë kurioz të di, po lexoj një artikull në fakt i cili thoshte që thyrja e zemrës nga dashuria nuk është vetëm një metaforë. Thyet në kuptimin e parë të fjalës, se nuk ndahet fizikisht, po shkakton dëme shëndetësore. Çfarë i ndodh trurit dhe shëndetit të njeriut, por edhe kur dashurohet, por edhe kur vuan më pas nga dashuria, pra efekte psikologjike, biologjike, çfarë i ndodh në fakt gjithë sistemit ton imunitar? Në fakt kur dy persona ndahen, sidomos personi që është lënë nga tjetri, normalisht ka shumë pasoja që lidhen, pra personi që është lënë mendon rreth vetes vet që nuk ka shumë vlera, që nuk është i denj, që ndjet i padashur ose e padashur nga personi, pra që fillon dyshimet, po fillon dhe fajson veten ku kam bërë un gabim, që më ka lënë. Pastaj normalisht ka dhe pasojë të tjera që sidomos kur dy persona duhen me njëri tjetrin dhe personi i lënë shpeshherë nga që ka bërë kaq shumë për partnerin e vet, krijon edhe atë pjesën që e lë veten pas dore, pra
shpeshherë në një dashuri të thyer, gjithmonë ka një person që shman konfliktin dhe një person që do që të zgjidhi konfliktin. Dhe kur këta dy persona, kur njëri eviton dhe tjetri e stimulon komunikimin, kur ky komunikim nuk ndodh në një konflikt të caktuar, gjithmonë do ketë probleme deri në momentin që këto konflikte të pazgjidhshme do kthehen në një thyerje zemre. Ne e përdorim shpesh në përditshmëri kur qoftë mashkulli, qoftë vajzë, shkëlqen fytyra dhe është bukur, e rezaton atë, ne e themi shpesh më, ke rënë dashuri, po dashuron këtë kohë. Dhe në fakt besoj që është vërtet që njerëzit në fillimin e tyre të dashurisë kanë një lloj validimi, pra një lloj shkëlqimi. Pse ndodh kjo? Po pikërisht sepse normalisht tani mua më pëlqen shumë neuroshkenca dhe po të shikojmë se çfarë ndodh në tru, manitemi, sepse shkarkojnë disa hormone shumë të bukura, siç është oksitotina, janë hormonet e kënaqësisë, hormoni i dashurisë, dopamina, pra ti në ato moment ndjesh i parë, i dëgjuar, i validuar, i komplimentuar, personi kalon shumë kohë me ty dhe unë siç e kam thënë der të tjera, në moment kur dy persona si themon dashurojnë me njëri tjetrin, vendosen në pa dhurata të jashtëzakonshme siç është fjalët afirmuese, koha cilësore, dhuratat, veprat e shërbimit, dhe normalisht që dëshira më e madhe e njerëzve secilit prej nesh është të ndihet i vlerësuar, i validuar, i dashur në mënyrë të pakushtëzueshme dhe prandaj na ndriçojnë syt. Sa herë mund të dashuroj një njeri gjithë jetën? Unë mendoj që përpara se ti përgjigjem kësaj pyetje, të kuptojmë se kush është dashuria e vërtet. Sepse unë mendoj që njeriu dashuron një herë. Pse dashuron një herë? Sepse dashuria i ka bazat tek sakrifica. Dhe nëse ti ke parë tek personi tjetër që sakrifikon për ty, që duron për ty pa marrë asgjë mbrapsht, ajo është dashuri. Që duron për ty, që Pra ju besoni që dashuron vetëm një herë fort në jetë? Po, sepse po të patjetër që ka normalisht sot në shoqërinë tonë njerëzit në bazë të marrëdhënieve të tyre normalisht mund rigjejnë dashurinë, por në mënyra të ndryshme. Por ajo e vërteta thua ti. Por e vërteta është një dashuri e pakushtëzueshme që dhuron gjithçka në këmbim të asgjëje. Bona ti beson tek shpirti binjak? Patjetër që besoj te shpirti binjak, patjetër. Shikoj, është pse dashurit e forta ndodhin vetëm një herë në jetë dhe kryesisht janë të destinuara të mos përfundojnë me njëri tjetrin. Sepse unë dua të ta shpjegoj në një mënyrë më të thjeshtë edhe për njerëzit që na dëgjojnë sot, për audiencën, mendo pak puzzle-in. Okej. Në puzzle, për të pasur atë fotografinë e bukur, normalisht janë këto pjesë të ndryshme që ti duhet i vendosësh në mënyrën e duhur, pra në bëshllëkun e një puzzle ti e mbush me puzzle-in tjetër. Kështu që kjo shpirti binjak është kur njëri plotson tjetrin. Pra bëshllëku i njëri person mbushet nga plotësia e tjetrit. Dhe kjo është ajo që unë them shpirti binjak, kur ne shikojmë nevojën e tjetrit dhe mundohemi ta plotësojmë. Dhe personi tjetër plotson gjysmën tonë, pra. Të njëjtën gjë me ty, dhe kjo është ajo shpirti binjak. Po pse nuk përfundojmë bashkë? Sepse normalisht edhe në një fushë tjetër, pra në botën spirituale, besohet që shpirtat binjak kryesisht janë të destinuar për të mos përfunduar bashkë, sepse kanë këtë misionin hyjnor për të zgjuar, për të shkundur apo për të dhënë mësimin, po çfarë thot psikologjia ose çfarë ju besoni për këtë gjë? Unë mendoj që shpeshherë marrëdhëniet përfundojnë për shkak sepse nuk ushqehen. Pra, kjo marrëdhënie nuk ushqehet. Ndoshta janë shumë të forta.
Pikërisht, po sepse ka konflikte, ka shumë shkaqe që ndërpritet një marrëdhënie shumë e bukur. Mund të, siç e thash më përpara, që askush nuk është i përsosur, ne nuk kemi të përsosur, ne mundohemi në marrëdhënien ton, për një marrëdhënie martësore, në një marrëdhënie dashurore, që e mitizojmë atë marrëdhënie, themi që ne do jemi së bashku deri në fund të jetës tonë. Madje idealizojmë ndonjëherë më shumë se ç'duhet. Pikërisht, por marrëdhëniet e suksesshme nuk janë ato marrëdhënie që s'kan probleme. Marrëdhëniet e suksesshme dhe afatgjata janë ato që zgjidhin problemet. Janë ato që kanë probleme dhe din të përballojnë konfliktin dhe zgjidhjen. Pra, din të ringrihen. Dhe kjo është ajo që ne themi resilience, pra të ringriturit nga një problem. Unë njoh shumë çifte që kanë me vite, 30, 35 vite, 40 vite dhe unë ata i quaj të suksesshëm. Si ka mundësi që sot njerëzit kanë shumë zgjedhje? Domethënë dhe janë, besoj, më të lirë se që kanë qenë ndonjëherë për të zgjedhur dhe për të dashuruar. Ndërkohë, prindrit tanë janë dashuruar me mbledhëri. Pra, nuk e njihnin fare partnerin, nuk e njihnin fare trupin e tyre. Nuk e një fare seksin, nuk e një fare ç'është dashuria, shkonin, prezantoheshin me një partner tjetër dhe shumica, jo të gjithë. Kanë qetruar. Se ka pasur dhe eksperienca dhunuese, e gjitha mëra ndodhin kudo. Por shumica kanë sakrifikuar për partnerin o partneren e tyre deri në ditët e fundit të jetës. Madje po shija një kronikë shumë interesante tek redaksia Top Channel 2 ditë më parë për një çift të moshuar në Gjirokastër, se si për Shën Valentin shkëmbyen një puthje në bull. Ishte shumë e bukur si kronik. Se si jetonin aty të dy me njëri tjetrin, pra dy pleq të lezetshëm, të moshuar. Pse sot njerëzit përtojnë të sakrifikojnë, bona? Sepse ne shoqëria e sotme, fatkeqësisht shoqëria e shekullit 21 është e bombarduar nga informacione dhe nga zgjedhjet, të pashëndetshme, nga mundësit, sepse jo normalja është bërë normale. Gjë që në brezat e mëparshme, unë mbaj mend që normalisht atë çfarë thatë edhe ju, më përpara televizioni ishte vetëm 4 orë në ditë. Kështu që dashje pa dashje, njerëzit qëndronin në praninë e njëri tjetrit, qëndronin afër njëri tjetrit, nuk kishin këtë ndërsa sot largohen nga njëri tjetri dhe shkojnë aty në Instagram. Po të shikosh, vetëm ulu në një kafe ose thjesht të vëzhgosh njerëzit çiftet sot, ulen në një kafe dhe secili është në telefon. Dhe sot normalisht zgjedhjet kur ti shkon në media sociale dhe ke këto pra ti ekspozim fytyrash, trupesh, si e bën jetën ajo tjetra që është dëshiruar me atë, fillon krahasimi me sa. Në anglisht është që the grass is greener on the other side. Pra kur ti shikon që në një tjetër pa. Dikë tjetër që e ka jetën e vet ndoshta më të bukur në sipërfaqe, ose pikërisht, ose shikon një vajzë më të bukur etj. Domethënë njeriu fillon dhe thot po sikur ta kem unë atë gjë që se kam, gjë që më përpara normalisht brezat e prindërve ta nuk e kishin këtë lloj. Mirë, do të shkojmë në tjetër hapësirë marketingu edhe rikthehemi shumë shpejt në program për të shkuar tek narcisizmi, Lidia. 11:36 është ora eksakte në këtë moment, po dëgjoni live from Tirana dhe ndryshe nga herët e tjera, sot jemi futur në një mood totalisht të dashurie edhe nga baza që Uizi po përdor në sfond sepse i shkon edhe kohës. Bona, diskutohet shpesh për narcisistët, ndonjëherë ka edhe ngatrim, ndonjëherë nuk din të shpjegojnë mirë, është folur edhe në këtë studio. Dhe gjithmonë është drejtuar gishti narcisistëve. Është për të drejtuar, janë në fund të ditës janë të vetëdijshëm që po i bën keq dikujt, por pyetja që kam unë sot është pse duke e ditur shpeshherë ajo goca që ai partneri është narcisist, vazhdojnë që ndrojnë me atë. Është një pyetje. Dhe pasi ai prapë ikën, ato kujtojnë vetëm atë narcisistin. Është shumë e vërtet. Sepse në një lidhje të tillë kur dy persona, njëri prej tyre është narcisist, normalisht që ndodhin disa situata, konflikte që ndodhin midis dy personave ku ka një mekanizëm që është mekanizmi që fillon me një abuzim, pra narcisisti është ai që abuzon, është ai që abuzon ndoshta me një abuzim psikologjik
ose me neglizhim, pra neglizhon personin tjetër, nuk do që të flasi rreth ndjesive që ka partneri vet, e fajson, pra nëse partneri ka do që të sqaroj një bisedë, i vë gjithmonë fajin, dhe normalisht mbas një konflikti narcisisti është ai që e shman konfliktin, pra bëhet si një person, pra si një dikush që nuk do që të flasi më, dhe kjo shkakton stres, pasiguri tek personi tjetër, tek viktima, dhe pastaj viktima pret që të shpërblehet në fund nga narcisisti, thjesht duke u shpërblyer nga një fjalë mirë, ndoshta edhe një përqafim, viktima mendon që gjërat tashmë janë në rregull, dhe në fakt edhe në trurin e viktimës shkaktohet lehtësimi në fund fare mbas një konflikti të gjatë, mbas frikës së braktisjes, është edhe shpërblimi i narcisistit në këtë rast, edhe kështu që ndodh kjo cikli, një cikël shumë i dëmshëm në mendjen e viktimës, që nga që pret shpërblimi në fund, e di që në fund do ketë një shpërblim shumë të vogël, qëndron në këtë marrëdhënie me narcisistin. Si krijohet një narcisist? Nuk besoj që lind i tillë. Formohet. Në fakt formohen, dhe kjo është shumë e rëndësishme për të folur, sepse janë disa trauma të fëmijërisë që ndodhin në jetën e një djali ose në jetën e një vajze. Kjo vjen si pasojë ndoshta e neglizhimit që kanë pasur këta adoleshent ose fëmijë kur kanë qenë të vegjël, nuk kanë marrë jo vetëm neglizhimin, por mund të ketë qenë edhe një abuzim të çfarë do lloj forme, që do të thotë një abuzim verbal, abuzim psikologjik, abuzim ndoshta edhe seksual, që është një abuzim i pashëruar, pra që do të thotë që nuk është folur për këtë, pra ndoshta nuk e ka ndarë nga frika e pargjykimit, ose ndoshta personi nuk di me kë ta flasi, nuk ka marrë shërim nga kjo lloj traume, dhe fillojnë mekanizmat e mbijetesës që për shkak të dhimbjes që është akumuluar nga kjo histori që kanë pasur, fillojnë që të sulmojnë, pra një narcisist që të marri kënaqësinë, pra siç është lënduar ai vet ose ajo vet kur ka qenë më e vogël, do që të lëndoj të tjerët me të njëjtën dhimbje biles, jo vetëm me të njëjtën dhimbje, po akoma dhe më shumë, të shkaktoj akoma më shumë dhimbje, merr kënaqësi nga personi tjetër. Vuan një narcisist? Një narcisist patjetër që vuan, po vuan është një vuajtje që e mban për vete, sepse normalisht frika për të shprehur trishtimin, për të shprehur ndoshta edhe të kërkuarit falje, është alarm në mendjen e vet. Kështu që normalisht vuan, por vuan për brenda. Nuk e mohojmë që narcisizmi ekziston edhe tek gjinia femërore, edhe tek shoqëria, por kryesisht kam përshtypjen, mes të kanë folur me psikologë të ndryshëm, edhe statistika tregon që është më i predispozuar tek gjinia mashkullore. Një burr narcisist mund të jetë narcisist jo vetëm me lidhje që ka pasur, por edhe me bashkëshorten e tij? Patjetër. E vazhdon. Dhe po, unë normalisht nuk e bën diferencën që ka grua, e ka nënën e fëmijëve të tij. Jo, nuk absolutisht. Një narcisist është një narcisist në të gjitha lidhjet. Edhe me fëmijët mund të jetë narcisist. Edhe me fëmijët normalisht ndoshta tek pjesa e neglizhimit. Pra siç ka qenë neglizhuar, do neglizhohet edhe fëmijët. Pra nëse pra nuk mund të ketë një lidhje, po mund të siguroj për fëmijët e vet normalisht në pjesën e sigurimit të jetesës, pra është një baba që punon shumë, që siguron, por që nuk qëndron, pra nuk dëshiron ose nuk ka kapacitetin për të qëndruar një komunikim emocional me fëmijët e vet. Pra shpeshherë e tregon dashurinë e tij thjesht duke siguruar. Si janë narcisistët shumë nga larg?
që ti kuptojnë pa gocat. Janë charmant. Në fillim janë shumë charmant dhe pikërisht kjo ndodh që ato kanë një mekanizëm. Ky charmant, ky lloj shkëlqimi, ky lloj validimi. Pikërisht sepse e din kujdesen për veten, më duket. Kujdesen për veten e tyre, por duhet të kuptojmë diçka që është një mekanizëm që ata hedhin grepin tek personi që duan, nuhasin vajzat, po, nuhasin vajzat që kanë një vetbesim të ulët tek vetja e tyre, nuhasin ato vajza që shpeshherë janë people pleaser, janë pra që duan të bëjnë qefin, nuhasin vajza të dobta, pra emocionale. Bona, goca që kanë ardhur në klinikën tënde dhe kanë folur për pasojat e një narcisti, besoj ka shumë. Ka shumë. Por dua të më thuash diçka. Të ka ardhur ndonjë narcisist në zyrën tënde dhe të thotë Bona, unë jam narcist. Se është shumë e rrallë pra. Është shumë e rrallë. Në fakt është të pakta kanë qenë rastet, sepse në momentin kur një narcisist thotë që unë kam nevojë, të ka ndodhur të thonë që jam narcisist? Shumë kohë përpara. Çfarë të tha? Si ta tha? Më thjesht kam nevojë për ndihmë, sepse normalisht ishte në një marrëdhënie shumë të gjatë dhe që pati një pati si të them pasoja në familjen e vet, me fëmijët e vet, por shumë të pakt janë ata njerëz. Normalisht ndjej krenar kur ta tha, si ndjej? Jo krenar, kërkonte shpëtim, kjo për shkak sepse normalisht pasojat tek gruaja e vet ishin të mëdha, saqë gruaja e vet ishte në një depresion total. Deri aty mund të shkojë një viktime narcisiste deri aty mund të shkojë. Një marrëdhënie e gjatë me një narcisist mund të shkatërrojë nëse nuk kërkon ndihmë. Pra edhe personat e viktima në këtë rast ka shumë njerëz që lejojnë veten e tyre të lëndohen dhe ka shkaqe. Për shembull ka nga ato gra që tani se ne nuk flasim vetëm për Tiranën, ne mund flasim edhe për fenomen, po ka për shembull ato vajza, gra, nëna që ndoshta nuk kanë një punë. Janë në përrethe pra. Në përrethe dhe thjesht qëndrojnë, janë nëna që qëndrojnë në shtëpi me fëmijët e tyre, nëse ato do ndahen, ato ku do shkojnë? Bona, po pse shpesh herë natyra njerëzore është e predispozuar të dashurohet me atë që i thotë ja. Si ai fëmia i vogël tek e ke parasysh sa më shumë ta shtysh një fëmijë, pra aty ai fëmia vjen do të përqafoj ti nëse është ty na i dorri aty të këmbguli, nuk heq dorë. Kështu duket ndonjëherë dhe është natyra njerëzore, sa më shumë refuzohemi, aq më shumë rendim pas asaj gocës apo atij çunit në të gjitha rastet. Unë mendoj që secili prej nesh duhet të kuptoj natyrën e vet. Nëse ne ndjekim dikë dhe na refuzon 1 herë, 2 herë, 5 herë, shumë herë, atëre gishtin nuk duhet ja vendosim tjetrit. Duhet të pyesim veten tonë, çfarë është ajo gjë që ne na mungon që duhet të punojmë me veten tonë. Sepse siç e thash më përpara, Ronaldo, që dashuritë e vërteta janë ato dashuri që të pranojnë ashtu siç ti je. Ato janë dashuritë vërteta, kurse dashuritë, pra ato marrëdhëniet kur ti ndjesh i refuzuar 1 herë, 2 herë dhe ti e kërkon validim nga personi tjetër, pra unë nuk jetoj dot pa ty, aty është një zile alarmi që ne duhet na bëjë të mendojmë se çfarë është ajo gjë e madhe në jetën tonë që ne na mungon, që jemi vetëm ne ata që mund ta plotësojmë atë bëshllëk. Për ta mbyllur, se regjia më thotë që duhet ta mbyllim. Dëgjoj. A kemi edhe 2 minuta kohë, Wizi? E mbyllim me 50, të lutem. Nuk të dëgjoj, më thuaj edhe një herë se unë herë se. Okej. Dëgjoj, e bëjmë kështu, shkojmë në 1 minutë hapësirë marketingu dhe e mbyllim për pak, se po më shijon kaq shumë kjo biseda. Që do doni që kjo bisedë zgjaste më shumë, por i premtoj që herë pas here do bëjmë biseda të tilla me Bonën, janë shumë të bukura. Në fund dhe një herë në gjendje Wizi, se dhe mua më dil kur kam pyetjet më bukur sot nga kjo baza muzikore që po e dëgjoni edhe ju në fond. Bona,
nëse historitë tona të dashurisë nuk na kanë ecur siç duhet dhe vetëm jemi dënuar në thonjza për të marrë një mësim, a mund të punojmë me veten për të dashuruar më mirë dhe për të marrë dashurinë që ne meritojmë? Patjetër, unë mendoj që pra, nuk është vetëm fat, pra duhet edhe pak punë me veten. Duhet pak punë, por ndryshimi fillon nga vetja jonë. Pra kur ti kupton, kur ne secili për nesh të kuptoj vlerën që ne kemi, dhuntit që ne kemi, cilësitë që ne kemi dhe të besojmë që identiteti jonë nuk varet nga lajket e të tjerëve, nuk varet nga konfirmimi të tjerëve. Kur ne besojmë këtë dhe i mbajmë këmbët tona, pra jetën tonë, shpirtin tonë, mendjen tonë, i mbajmë në atë shkëmbin e fortë që çfarëdo lloj situatet na ndodhi, që ne të kuptojmë që ne kemi vlerë, atëherë ne do jemi njerëz akoma dhe më të mirë për të dhuruar dashuri dhe për normalisht duke dhuruar dashuri mund të na vijë ajo dashuria në të njëjtën mënyrë. A ka vjera narcisiste kundrejt nusës së tyre? Ka shumë. Pikërisht është një ndër marrëdhëniet më të diskutuara, marrëdhënie vjerë nuse. Po, e kanë trajtuar jo me humor në skeçe, por nuk e kanë vendosur po. Sepse ndahet personi i dashur në jetën e tyre. Pra nëna e humbet atë kontrollin që ka tek djali vet. Dhe nusën e shes si armike. Dhe nusën e shes si personi që ja ka marrë vëmendjen. Shumë e vërtetë dhe kështu krijohen këto. Interesante shumë, pra e mbaj mend kështu të vegjël shikonim skeçe apo këngë që bëshin parodi për marrëdhënie ose vjerë, po në fakt nuk i është dhënë kurrë një definicion, të paktën më parë, se tani flitet më hapur psikologjik, pra social, sepse një vjerë shpesh herë e urren nusën, e shes si armike. Bona, në mbyllje, çfarë ke për t'ju thënë vajzave që po dëgjojnë këtë program tani? Madje mund të jenë në të njëjtin makinë me atë narcisistin dhe narcisisti tani mund të jetë në timon, duke dhënë makinës dhe mund t'i thotë asaj gocës kjo psikologi as merr ka vesh fare, bashkë me këtë moderatorin idiot që po e fusin kot. Madje edhe një grua mund të jetë në makinë tashmë me një burr narcisist. Çfarë ke për të thënë viktimave të narcisistëve, sepse është shumë serioze, kam përshtypjen. Unë dua të them diçka që një fjali, por që është shumë e rëndësishme, që ne e kemi dëgjuar, por më mirë ta dëgjojmë gjithmonë, që të duajeni veten tuaj. Pra ju që jeni viktima të një marrëdhënie me një narcisist, duajeni veten tuaj dhe si mund të filloni të doni veten tuaj, është në radhë të parë duke kuptuar dhimbjen që keni, edhe duke marrë distanca për të kujdesur për veten tuaj përpara se të harroni veten tuaj dhe të jepni gjithë vlerën tuaj një personi që nuk ju meriton. Duhet t'ia fosin vrapet nga një narcisist? Po. Vrap, unë mendoj me të dyja që këmbët. duhet të largohen nga një narcisist, sepse i vetmi kontroll që kanë për të ndryshuar jetën e tyre është që të kontrollojnë pra vetëm veten e tyre, pra nuk mund të kontrollojnë ndryshimin e jetës së dikujt tjetër, por që të kujdesen për veten e tyre, sepse jam shumë e sigurt që mund ta gjejnë dashurinë e vërtetë në një mënyrë më të shëndetshme. Dashuria nuk është ajo që të shkatron në fund të ditës, ajo që të humbet besimin, ajo që të prish lëkurën nga stresi dhe të dalin akne pafund. Dashuria nuk është ajo që të bën të dyshosh tek vetja. Jo. Dashuria të jep më të mirë, dashuria të rrit, edhe nëse këtë nuk ta bën, atëherë më vjen keq dëgjues të dashur, po nuk është dashuri. Është thjesht një obsesion. Dhe obsesioni është sëmundje, është varësi. E vërtet. Nuk është fjalë e bukur se ne e përdorim ndonjëherë edhe në këngë. Dashuria i beson të gjitha, i mban të gjitha dhe dashuria është një dashuri sakrifikuese, siç e thash përpara, nëse ju shikoni që personi që të dy sakrifikohen për njëri tjetrin, atëherë i keni bazat shumë të mira dhe të shëndetshme. Bona, të falenderoj shumë që ishe në program edhe për gjithë validimin që na dhe në studio me energjinë tënde të mirë dhe për të gjitha këshillat profesionale për ato që mund të kenë nevojshëm për të dëgjuar në këto ditë grite jetës së tyre. Falenderoj shumë. Faleminderit ju. Miq, uroj që këtë bërë punë sadopak kjo bisedë, ju që e humbët mund
mund ta rigjeni vetëm pas pak çastesh në kanalin tonë zyrtar në YouTube. Ju falenderoj të gjithëve, faleminderit Wizy DJ, ju që na dëgjuat, faleminderit edhe një herë Bona. Fundjavë sa më të bukur dhe dashuroni gjithmonë.